një zgjerim përgjatë viteve të saj të ekzistimit. Kemi fillu fillimisht të thënë me trajnime, po trajnimet tutje kanë vazhdu edhe me punëtori, me module të ndryshme të edukimit jo formal, po ashtu hulumtime, analiza, kritik, raporte, vizita studimore, konferenca, si dhe angazhime praktike të tyre. Projektet janë aktualisht një fushë veprimtari e rëndësishme, ku më së fundit do të përmendi tutje edhe të projektet, është projekti Colors of Diversity, apo ngjyrat e shumëllojshmërisë, projekt ky mbështetur nga Bashkimi Evropian. Sa i përket stafit, sigurisht se ky volum i punës edhe intensiteti që i kemi për ditë më angazhuar. Në cilat ishin institucione që ishin kokëforta dhe nuk lejonin ndërtimin e institucioneve qoftë edhe lokale. Në zhvillimin e konceptit të demokracisë në aplikume, të demokracisë në pjesëmarrje etj. Na dolëm në një strategji të re me ndërtimin e mini institucioneve dhe nëpërmjet forcimit të tyre forcojmë një cikël të ndërtuar drejt institucioneve të forta apo maksi institucioneve. Vetë Bashkimi Evropian, për vendet të cilat janë vende që presin për të bërë pjesë, ose në rastin e Shqipënisë që deri dikuj ka hap apo e ka hap marrëveshjen me BE-n, nëse mund ta pranojnë fjalën e kryeministrit, sepse kështu me letra akoma, po duken se jena krym me Gjermaninë, si më thanë. Besoj që jena në rrugën e duhur drejt rrugës europiane. Bashkimi Evropian në Shqipëni ka ndërtu dy institucione, ose nëpërmjet institucioneve veta ka sjellë aplikimin e fondeve për sa i përket zhvillimit rural, nëpërmjet IPARD-it dhe nëpërmjet platformës LEADER. Të dy këto platforma, pavarësisht se janë dy platforma maksi, kanë kriju